Ju pëlqeu sfida? Keni përshtuar ju një super buxhet të majm, ka përshtuar edhe fondacioni në këtë rast, kështu që 2 fishërime për të gjithë. I like it. Do kthehemi brenda. Jo në sfidë vështirë, po vetëm për fondacionin që do marri ndërkohë që kthehemi brenda. disa përfitime për fëmijët. It's nice. Dhe nuk më shdon asnjëherë shanse të shkoj as te klopët, as te. Po ka të drejtë Sara apo Malbora. Malbora është bërë super personazhe. Punët e shtëpisë. O kam qenë tek serat me Visin një periudhë kohë. Sepse unë e kam vendosur tek Moj tha Malbora, kupton ti? Malbora, unë po flas. Malbora. Po tani si komunikoj me ty unë? Ajo tha hyer Malbora, mbase nuk ka dëshirë të bërtasin atë mënyrë sepse ka një funksion tjetër. Unë mbase mund ta bëj këtu. A më kupton? Sa Malbora? As në emisionin tonë nuk jemi. Malbora po flet. Po pra bashkë të gabuar, jetë lësh do e ke një kafsh. A e kupton? Jo, do t'ju shoqëroj për gjatë gjithë ti rrugtimi. Nëse që me kujdes, me kujdes. Bana të gjithë pa përjashtim Pa përjashtim, pa përjashtim. Bana thoya se s'më lëshon. Baroj që të keni afër në ato qaste. Ju pëlqeu sfida e Agaj? Vetëm ju. Do të shohim një klip me disa, jo me të gjitha, me disa nga këto momente dhe pastaj do t'ju tregoj vendimin që ka marrë Agaj në lidhje me këtë shkelje. E shohim bashkë. Kuptoj. Ja ta shohim. Sapore me atë, se kam u knoshtë të litë. E din shumë mirë, që të sa ma ga që të rëjnë kjo ma mirë i kopun, ditën që dekja së ideje. Jaka on stage! Shumë shpejt o pa, jo! Se buja ka! Bësh shenjën e flamurit bujaka këtu dhe ky tregon. Hajde ikë se ta kam zjatë shumë. Nuk je para pravanis ku shkon nga ngulash. Ikë më i pusë, nga kanë artu 2 kukumjaçka.